I sjarojnë, fillojnë prap akuzat. I sjarojnë, fillon prap nga akuzat. Ti qa ke mendje? Kur sjarojsh njëri me një person, s'ke pasaj të vish nesër, thua, ti më ke bërë, pasaj bëjmë paqe, thua, okej, e kuptova. Po, e mbyllim, pasaj bëjmë prap nesër, ty. Po nuk më pëlqejnë këto mënyrat që keni bërë. Po ta shpjegova, do ta shpjegoj prap nga para, tani s'kam se e diskutova, por mua nuk më pëlqen dhe kur ngrihet një gjë e tillë, ringrihet sërish në studio, nga momenti që është bërë, çfarë tensionohem, marr zjarr. Dhe vetëm kur mendoj që ka dhe përgjegjësi të tjera përveç kësaj, dhe them, një sekond, duhet të mbërë vetëm time me çfarë do lloj kushti do të pushtroj. Në futetin me sigurisht, ç'pushtia fare. Po nuk dua ta bëj se do të pus këtë muhabeti. Tani muhabeti është këtu që pra të foton, pavarësisht se ajo nuk ka ndonjë gjë, sinqerisht nuk ka asgjë të keqe, nuk ka asnjë gjë të keqe, por mënyra se si ti ke marrë leje nga Antoni dhe nuk më ke pyetur mua që kemi shkëmbyer. Po ta shpjegova që ishin gjumë, ishin makinë bashkë, ti kishe zënë gjumin në atë moment. Kujtohet që ishe shtrik kështu te Antoni dhe po flie gjumë? Po. Unë po flisja me Zhakun. Ato me dhe tash Anton ta dërgoj, do të zoj aty, po Gjilola. Po ma thoshe pak më vonë, se unë zgjoha, nuk është se fera për gjithmonë aty në makinë. Po, s'e te ajo gjë, pastaj dia që Zhaku po nuk e do ta thoshte ty, ishte gjë bër shumë pa djallëzi. Një fjalë, nëse shkon në vesh të një personi të tretë, e merr vesh gjithë Stambolli. Nëse një fjalë shkon në vesh të tretë, e merr vesh gjithë Stambolli. Nëse unë kam diçka për ta ruajtur, po ti s'kem shumë marrëdhënie të ngushtë me Antonin se sa ke me mua. Kërkoj ndjes, kërkoj ndjes që nuk të pyeta, kur e dërgova, do më lësh lart. Të kërkoj ndjes që nuk të pyeta para se ta dërgoja, realisht. Po nuk e bëra me të keqe, ta thash nuk e bëra me të keqe. U sqaruam, edhe më the okay, s'ka problem. Tani nuk jam autoritare, sikur nuk më konsideron, më duket sikur jam një njerëz që gjëra do t'i marr vendimet Antoni dhe mua hajde, po më ra mirë, po më ra jo. Vetëm se po flie gjumë në atë moment, nuk të zgjova. E kuptoj. Për këtë